Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. I ftuari im sot është një djalë i vogël, 11 vjeçar, por një talent i madh. Violinisti Juri Dajani. Mirëmëngjes Juri, mirë se ke ardhur në studio. Sa sy të qeshur që më mëngjes na përshëndet me buzëqeshjen tënde, siç duket je shumë i ngrohur nga çmimet që ke fituar, nga suksesit, nga përgëzimet e njerëzve. Juri është fitues i çmimeve ku ka dalë më i miri në konkurset ndërkombëtare. Pikrisht muaji maj ka qenë një muaj konkurimesh për Jurin. Është fitues është fitues i Talent Show Tirana, Talent Tirana në kategorinë Junior Talent dhe më i miri në konkursin ndërkombëtar Pjetër Gaci. Gjë shumë e bukur apo jo? Je i gëzuar që fitove këto çmime, Juri? Po, jam shumë gëzuar. Çfarë ndjen kështu brenda vetes? Zgjohesh me një dëshirë më të madhe për ta kapur më njëherë violinën që më mëngjes, apo thua, sa kujtimi i bukur ishte, sikur të përsëriten prap të gjitha këto? Po, gjithmonë në mëngjes zgjohem me dëshirën për të studiuar violinë. Edhe gjithmonë kam qenë me ka violinën sa të çon për gjumi. Njëherë më hangër mëngjesin, pastaj me ka violinën, edhe me fitu çmime si kjo. Si kupa dhe... Kupa, sa kupa keti, sa kupa ke fituar deri tani? E i ke të ruajtura këto kupa? Kjo është kupa e parë që marr. E parë? Po. Urime. Por çmimet i ke kështu me... Absolute. Po. Kam shumë. Tashmë je mësuar, po me studimin je mësuar? Po, jam mësuar tani, me studimin, se gjëja pak më shumë. Po mirë, vetëm në maj ke konkuruar 2 herë dhe për çmime ndërkombëtare, ku do të thotë që kanë marrë pjesë konkurrent, instrumentist, jo vetëm nga Shqipëria. Si ishin këto konkurrime? Çfarë specifika kishin? Këto konkurrime ishin online. Online? Jo se nuk më pëlqejnë, por nuk janë si në skenë. Në skenë është një emocion tjetër, është një gjë më e bukur në skenë. Se për i thënë. Se online nuk pëlqen shumë. Ti more pozicion, vendose një kamerë përpara dhe fillove të interpretoje. E përsëritet disa herë interpretimin tënd dhe zgjodhe më të mirin, apo atë që i re e përcolle drejt për drejt? Jo, shikoje. Në fillim kam bërë provën, por jo me kamerë, jo të filmume. Pastaj kur kam filmu, kam bërë 2 prova, 3 më fal. Kam bërë 3 prova. Kam zgjell njërin prej tyre, edhe kështu. E zgjodhe ti vetë apo kishe me mësuesja? Mësuesja, shumë mirë. Sa të kanë mbështetur mësuesja dhe prindrit? Më kanë mbështetur shumë. Shumë, ai falenderoj shumë të dy. O zemër. Po mirë, besoj se gishtat i ke në formë, ti ke interpretu 2 pjesë. Po. Apo edhe më shumë? Jo, vetëm 2 pjesë. 2 pjesë. Çfarë, si i cilëson këto? Ishin të vështira, apo tashmë janë bërë të tuat ato pjesë? Gjithmonë pjesë janë të vështira, edhe sidomos një pjesë të Henrik Vinjaskit, është emocioni madh ta luash. Edhe kam shumë qejf të luaj. Gjithë pjesët e një violinisti ose një kompozitori të madh. Çfarë do na luash për këtë moment në mënyrë që edhe dëgjuesit kudo që të na ndjekin në Radio Shkodra dhe në mbar botën të ngrohen paksa në këtë mëngjes me tingujt e violinës tënde? Tani në mëngjes do luaj për ju Skërçet e Antelat të Henrik Vinjaskit, një pjesë. Vinjavski. Atëherë ta dëgjojmë. Të marrin edhe kamera këtu, a? Bukur. Po.
Shumë bukur dhe besa duket shkalla vështirësisë është goxha, pozicione të vështira. Çfarë pozicioni ka Dora? Ka një pozicion që quhet sipër, si ta them, sipër tastierës, që shkon në gjithë tastierën, si bie këtu. Dhe është pak e vështirë, po si e realizove ti këtë? Sepse nuk është e thjeshtë. Apo jo? Jo. E kam realizuar duke studiuar, por mendimin e mësuesve e kam studiuar duke bërë me kamera, dhe kështu ka qenë pak e vështirë, por ja kam dalë. Natyrisht ja ki dalë, me sa shoh teknikisht je mjaft i përgatitur. Kjo do të thotë që dora jote vazhdimisht është në punë në telat e violinës, është kështu apo jo? Po. Sa orë studion në ditë ti, Juri? Unë studioj 4 orë. 4 orë çdo ditë. Po në kohën e pushimeve? Në kohën e pushimeve, në kohën e pushimeve mund të studioj 3 orë gjys, por jo 4 si gjithmonë. Po, ndërkohë që kjo është thjesht një dëshira jotja, nuk është një detyrim. Jo. Tashmë në repertorin tënd ka mjaft pjesë. Të kujtohen sepse ti ke marrë pjesë në shumë konkursa. Edhe në shkollë, përgjatë gjithë vitit shkollor, ti studion sepse ke mbaruar klasën e 5. Çfarë më thuash për pjesët që ke luajtur gjatë këtyre kohëve? Kanë qenë shumë të bukura. Dhe kur i kujtoj, kam një dëshirë për të luajtur përsëri. Ke dëshirë? Po, kam një dëshirë sepse më kujtoj kohën kur kam nisur violinën dhe kanë qenë shumë bukura. Po mirë, kur e ke nisur violinën, për shembull, patjetër që ke patur një pjesë që nuk është shumë e vështirë, por që është shumë e bukur. Cila ka qenë kjo pjesë? Ka pas Pjetër Gaci, Vallen. Po, ka pas pëlqyer shumë. Edhe të kujtohet ajo valle? I rikthesh ndonjëherë? Ndonjëherë, po ka shumë kohë. Ka një vit që nuk e kam përsëritur. Violinistët e mëdhenj gjithmonë i mbajnë në repertor këto pjesë të bukura, të mrekullueshme. Pjetër Gaci ka krijuar shumë për violinë, madje koncerti i parë që ti tashmë e njeh është me autorsinë e Pjetër Gacit të pavdekshëm. Është një kup këtu, ne e thamë edhe pak më parë, sepse përveç konkursit ndërkombëtar çmimi Pjetër Gaci, ku ti ke dalë më i miri, është edhe Junior Talent Tirana. Në këtë konkurim, me çfarë u paraqita? Paraqita, siç thash, me pjesën që luajta, me skërcëtan Tela të Henrik Vinjaskit, dhe në fillim mora çmimin absolut, pastaj ika në natën finale. Në natën finale ishin të gjithë konkurrentët më të mirë, ata që kishin marrë çmimin absolut, dhe unë kam marrë kupën e Junior Talent. Po kjo është një mrekulli. Si e përjetove këtë vlerësim, apo jo? Sepse është diçka shumë që dalë më i miri në mes të mirëve. Si e përjetove kur menjëherë u dha përgjigje Juri Dajani, super.
Isha shumë e emocionuar dhe se di si dhe thënë. Gjithmonë online, ishe në shtëpi me prindrit, si ndodhi, në çfarë momenti ishe? Isha në shtëpi me prindërit Mhm. dhe po rri aty dhe kur e jep në Celular. Instagram, në celular Aha. që çmimet edhe unë isha fituesi i kupës Gjumën Talent. Ti e prisje, do më thënë, prisje minutat derisa të shpallej fituesi, apo ishte thjesht papritur e pe? Si ndodhi? E prisje bashkë me prindrit, kush po fiton, si ishte ai moment? Jo, nuk e prita do në këtë orë duken shpallën fituesit, por në moment e pash ishin shpallur fituesit edhe u gëzova shumë. Kë lajmërove të parën? Familjen. Po, përveç tashmë në dhomën tuaj, në shtëpinë tuaj, u muar vesh, bërtitët, ura, sa mirë u gëzua, ti u hodhe për pjetë patjetër. Po mas taj, kë telefonove? Pastaj telefonova dajat, të gjithë. Edhe mësues. Po, mësuesit. Po. Kush janë mësuesit tuaja, Juri? Ailin Damataj dhe Ariola Garo, që i falenderoj shumë për çdo gjë, për çdo këshill që më japin. I falenderoj shumë se bëjnë një punë të paloshme me mua. Ndërsa mësuesja e parë e jotja në violin ka qenë mësuese Viola Bajraktari, me sa di. E kujton natyrisht me mall, ajo nuk është më në këtë jetë, por gjithsesi mirënjohja për të është e madhe. Mirë, në këto kontakte me mësuesit, pasi mbaron një orë mësimi, ti si thuash i merr të gjitha ato këshillat, vërejtjet, apo mendon se kur ta marr violinën në dorë do të më kujtohen të gjitha? I kujtoj gjithmonë, i kujtoj se çfarë më thonë mësuesit. Pra je shumë i vëmendshëm ndaj asaj që të kërkohet. Mirë Juri, ne thamë që këto nuk janë çmimet e vetme. Për gjatë gjithë kohës këtyre 5 viteve që ti ke marrë violinën në dorë, ke marrë edhe çmime të tjera. Cilat janë këto? Atëherë kam marrë çmime absoluta dhe çmimet e para. Për shembull, të kujtohet ku? Po. Kam marrë në Kosovë 2 çmime, një herë të parë dhe një herë tjetër të parë. Në Sarand kam marrë një çmim të parë. Në Itali kam marrë një çmim absolut. Në Itali kur sa vjeç ke qenë? Sa Tim kanë 7-8 vjeç ndoshta duke bota. Kur ke mbaru klasën e dytë apo të tretë? Në klasë 2 jam kanë. Çfarë ke luajtur atje? Atje kam luajtur që sa më mirë ka qenë Tchaikovsky dhe Zeiss. Dhe Zeiss. Bravo. Mirë, pastaj përveç 2 çmime në Kosovë, një në Sarand, një në Itali, vazhdon çmime të tjera? Po. Vazhdoj në Tiranë dhe në Shkodër. Pak më parë thej që këto konkurime që janë online më pëlqejnë, por më shumë më pëlqen skena drejt për drejt me spektatorë dhe me jurin. Çfarë mbresash ruan ti kur interpreton drejt për drejt dhe përpara ke publikun? Kujtoj këshillet e mësuesve. Ke frikë nga jurit? Ja. Interesohesh për shembull kush është në juri? Po. Ashtu po, intereson, por frikë. Nuk ke. Mirë. Ti ke patjetër një repertor tëndin. Nëse do të radhisje ndër pjesët që të pëlqejnë më shumë, kë do të vendosja? Do vendosja në pjesë që kam luajtur, po në pjesë. Edhe në pjesët që ke luajtur, patjetër. Atëherë skeshët e Antela, kjo që më pëlqen shumë, po. Një pjesë të Pedagacit, kohën e tretë. Kohën e tretë të koncertit, po? Për violin? Duke që vendosur çdo pjesë të Paganinit. Të Paganinit, ke provuar që të luash Paganin? Po. Të pëlqen? Po. Mirë, gjatë pushimeve,
ti the që studioj përsëri violin. Po. Si është ky studim? Para ditëve sa zgjohesh nga gjumi, e kombinon her pas here, si është? Kthehesh, shkon, vjen, merr violinën, luan një gjysmore ose një orë, shkon diku tjetër, si është kjo? Jo, pak a shumë është dënë si gjithmonë, me si e bëj çdo herë dhe para ditës studioj pas dite. Si të bëj orë, për shembull, para ditës studioj shkallë dhe pas dite mund studioj ushtrime gishtash. Po mirë, gjithë këto pjesë natyrisht kërkojnë që ti mbash mend. E ke të vështirë që ti mbash mend? Pjesët? Pjesët e violinës që ti interpreton, luan. Ja. Nuk e kam. Për sa kohë i mëson? I mësoj shumë shpejt. Po, shpejt i mësoj. Në klasën tënde ka dhe violinistë të tjerë? Po. Patjetër që ti ke marrëdhënie të mira, shokësh apo jo? Studioni, merrni ndonjëherë mendim bashkë me njëri tjetrin, ke luajtur ti çfarë, dhe ato ndoshta marrin pjesë në konkurse, nuk e di. Po. Kanë marrë pjesë? Po, kanë. Për shembull, Më duket, nuk është se di shumë për ta, por tek Pjetër Gaci këtu më duket vjet par vjet, nuk e di, nuk e marr shumë mirë. Për mendimet jo shumë herë, por ndonjëherë ndajmë. i ndani bashkë. Çfarë kemi luajtur. Mirë, po kjo koha e karantinës ka ndikuar një çik apo të ka mobilizuar akoma më shumë që të studioja? Nuk më pëlqen shumë karantina, por nuk kemi çfarë të bëjmë. Nuk kemi çfarë të bëjmë. Ti ke studiuar shumë gjatë kësaj kohe apo si zakonisht? Kam studiuar edhe më shumë sepse nuk kam pasur shkollën, sepse kam studiuar edhe para dite dhe pas dite. Kurse ku jam kanë edhe në shkollë, para dite nuk mund studioj sepse isha në shkollë. Kështu në momente vetëm në pas dite. Po mësimet si shkon me mësimet e tjera? Shumë mirë. Vjesh. Çfarë të pëlqen më shumë nga mësimet? Gjua shqipe. Gjua shqipe, gjua jonë, sa e mirë. Bukur. Mirë, kur ti fiton një kupë, merr një çmim të madh, si ndikojnë të tjerët, prindrit për shembull, ti plotësojnë dëshirat në raport me këtë që ti ke fituar, apo padyshim e fitove se fitove, prindrit gjithmonë janë gati aty? Ja, ata janë gjithmonë gati për çdo kërkesë time, gjithmonë. Ti shtyn ndonjëherë kërkesat që këtë për më vonë? Ja, gjithmonë më plotësojnë. Po mirë, çfarë dëshirash tjera ke ti përveç violinës? Futbollin. Po tash ti i duhet ndar, o artist o sportist. Unë e di që ti artist je, ha? Por do ta ke një fije. Çfarë pozicioni luan në futboll? Sulmus, të pëlqen të shënosh? Patjetër me vllazin apo me ndonjë? Jo, nuk luaj me skuadra, por shtëpi vetëm. Jo, e di që nuk luan me skuadra, po çfarë? Atëherë me skuadrën italiane, Roma. Me Romën. Mirë. Dëgjoj, tani unë e di që një fëmijë çamarrok siç je ti, që ka shumë dëshira, por e që luan me ato gishta, mos ke ndonjë instrument në gishta, të shikoj unë pak, ai ke gishta tamam si ne të tjerë. Tamam i paske si ne, nuk ke ndonjë marifet aty që të bëjnë, ti artikulosh aq mirë, aq bukur. Jo. Mirë, unë tash i dëshiroj, sepse edhe dëgjuesit që po na ndjekin, do të dëshironin të ndiqnin edhe një pjesë tjetër. Nuk e di, unë do të kisha zgjedhur Pjetër Gacin, po nuk e di se gatshëm je për të. Po, Pjetër Gacin të luaj. Pjetër Gaci, koha e tretë? Po, apo? Nga koncerti ti, po. Ti e ke luajtur, e ke mësuar gjithë koncertin edhe të kohën e parë të dytë, apo direktet e treta? Direktet e treta. Direktet e treta. Çfarë karakteristike ka kjo kohë, nga ana teknike dhe muzikore? Pjetër Gaci ka realizuar shumë bukur koncertin. E ka bërë një mënyrë fantastike, edhe
që të ishte një kompozitor, se di që thënë. Botëror. Bukur. Po ti e ke patur vështirë ta realizoje sepse ka edhe teknik, jo krejt të thjesht. Kam pasur pak vështirë, po ja. Jo shumë. Pak vështirë. E ke mësuar me melodin? Jo, atë. Ma thuaj pak me nota? Si do re mi fa 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 si fa mi fa fa fa. E morët vesh si do re mi fa fa. Mirë. Tash ti unë dëshiroj që ti ta luash edhe ta nderosh veten, por edhe kompozitorin e madh Pjetër Gaci, i cili i shtohet një interpretues i shkëlqyer. Pjetër Gacin e kanë luajtur artistë të mëdhenj, violinistë të mëdhenj. Unë mund të përmend 2 nga këto violinistë, siç janë Elisabeta Qursaçi dhe Lorenz Radovani, por edhe të tjerë. Por interpretimeve të koncertit madhor të Pjetër Gacit i shtohet edhe Juri Dajani. Unë shpresoj që ta luash bukur tani. Ja, ta dëgjojmë. Sa bukur, shumë bukur, urime, sa bukur. Po kjo është një pjesë e mrekullueshme që të bën për vete. E ke mësuar shpejt apo? Po, shpejt e kam mësuar. Shpejt e ke mësuar. Sepse ishte edhe shumë e bukur, kam pasur shumë qef. E ke pasur shumë qef. Mirë, vetëm për rreth një muaj ke bërë 2 konkurse. Ke marrë vesh se konkurohet diku tjetër? Atëherë mua më kanë ardhur shumë ftesa ndërkombëtare, domethënë nga jashtë shtetit, të cilët disa vende janë Italia, Austria, Vjena, domethënë, Zvicra deri tek Amerika. Po, kur do zhvillohen, do marrësh pjesë në këto konkurse, ku do shkosh më parë? Linjat ende janë hapur, po besoj se do të jenë të hapura deri atëherë. Si mendon ti të realizosh dhe për çfarë po përgatitesh? Sepse po studion shumë, apo ja? Po përgatitem të studioj shumë mirë dhe të luaj mirë. Gjithkur kur shkoj duhet të luaj mirë. Kush do të më mbështes për të shkuar? Apo prindrit? Prindrit, sa shumë i duam prindrit. Dhe në të vërtet, kudo që të mbërish Juri, ti do bëhesh violinist i madh, por prindrit, edhe mësuesja, është ajo çerdhja e parë nga ti merr fluturimin për të kaptuar horizontin tënd të mrekullueshëm. Juri patjetër që po studion me ambicie. Deri tani vende të para më i miri, por sa bukur aq edhe vështirë është, sepse një fjalë urtë thot të mbrish në maj është e lehtë ose e vështirë, kurse të qëndrosh atje është akoma më vështirë, por edhe shumë e bukur. Ti merret që është e bukur dhe patjetër që do jesh aty. Mirë, unë do të
të shpreh diçka të bukur sepse ti ke qenë edhe një herë tjetër në studion tonë. Mbas një fitore tjetër në çmimin Pjetër Gaci, më i miri. Pak nostalgjike jam, po kudo që të mbërrish, kujtoje këtë studio. Sepse unë të ftoj përsëri të na tregosh ndjesitë tuaja të bukura, sukseset tuaja dhe besoj se të gjithë dëgjuesit që na ndjekin dhe kudo që të jenë ata në përballë të përshëndesin dhe të urojnë gjithmonë suksese. Ky është Juri Dajani. Ky është violinisti 11 vjeçar që na bën krenar. Ky është një djalë i vogël, por një talent i madh dhe një violinist që premton gjithmonë suksese të reja. Faleminderit. Të falenderoj shumë, zemër. Paç gjithmonë mbarësi dhe rrugtim shumë të bukur dhe të shkëlqyer. Një bekim nga studio jon. Faleminderit.